Shiko, ne si e fillume si kampionat, normalisht ju e dini shumë më mirë që keni kanë më ndjeni, mora një diçka përsi për që i kërkush s'kishte mundësi dhe s'kishte kurajo me marë dhe e fillume deri diku me atë vështirësi tona, si që ne nuk kishim aspiritar me fillu kampionatin, por unë thamë që duhet me falenderu për vajzat e utet mëjës që unë kam punu të është minimumi 4 vjetë me ta dhe si që shikut në lojë dhe ju ishim me një ekip 13 vjeçare pasuse, 15 vjeçe pasuse, 15 vjeçe shytere dhe ka që është që unë di me thonë për momentin. Por është nga penalizuar të damtimet dhe rastet që i nojë si pasuses, por që kishim në fillin kampionatit, po ashtu dhe damtime, ndodhen gjitha bosh. Megjithatë, sot ishit shumë pranë një fitore dhe nëse do të fitonit dhe të utës, do të ishte ndryshe, pasi do të ishte data fazës play-off dhe ishte një sukses. Shiko, unë për të thëmë, unë kisha shumë besim. Dhe si që shiku dhe në moment fundit ne luftume në lojë, por të vojzat që ne kena 13-14 vjeqe dhe 15 vjeqe, shifën e vetë në krasimin me ekipet tjera. Nuk luet ekipi parë me këto. Prandaj, unë një rasin shumë i falenderu për të tyne, për mbështetjen dhe suportin, sepse nuk është e lehtë që me pranu me kanë një fëmijë në vend duhet me thonë me luajt me ekip parë. Okej, është vlerësim, arritje, por nuk janë, sepse janë vetë kushtet që nuk arrin të lejojnë si fizike dhe mentale që me kanë tu. Por arritën me bëjë performancë shumë mirë. Ne kishim probleme të tjera, mërën aty që do t'i shohim gjatë marrëveshjes, gjatë analizë që do kena. Për lojtarët e huaja, por dhe duke dhe nuk e dhanë kontribut si duhet. Atëherë, nuk di që me thonë, është pak që duhet me shiku me kujdes, duhet me analizu me pjesën e kontributit tyne, nuk arrim me dhanë një konkluzion. Me vërtet, njëna nga ato, Jessica Barboza kishte shumë probleme gjatë sulmit në topin e parë dhe mbrojtje gjithashtu, por do ta shohim bashkë me stafin në vazhdimsi. Pam Erkoçin që ishte pjesë skuadrës, por në pasja se minutë kush dëmtim? Po është dëmtuar, siç kanon neshin, po me këtë ekip për kupë. Dhe nuk ka arrit më rikuperu dhe nuk mund të rrezikojmë. Vllaznia nuk hyrë në play-off, por do të jetë në play-out. Besoj që që do të qëndrojnë në Superligë. Besoj që unë thamë 99% ne qëndrojmë. Ne kishim bërë plane të tjera, por nuk ecën ashtu siç desh me ne. Ju e dini që në fazë parë ne kena fituar me ekipin e Durrësit me 3-2 në Durrës. Por menduam se do të dalim në top, por s'ke çfarë bëjmë, kjo është sporti. Profesor, një sezon që se thatë edhe ju me problematika, por edhe pse ndoshta jeni zgjenjur paksa, ju do të Ka janë një sezon super i vështirë. Ju nuk jeni hiç në rëndësi dhe më vjen keq që jo ka marrë pak vëmendjen futbolli dhe nuk ju vefaj, por me problematika në motë të ndryshme dhe në motë vështira. Bashkë me stafin tem, me Fred Bardelin, Gersi Julen dhe me Gjulio Duqin, jam mundu me fiksuar dhe gjana, por nuk di që me thonë, jam pak i shokum, jam pak që nuk hala, nuk jam i qetë për i meshës, sepse kisha parashikur rezultat tjetër, sepse unë e di forcen, parësisht se e di që me kja më loj. Shpresosha gjithmonë të vajzët e reja, të prit hujat, por nuk arritme. Sezon super vështirë me shumë problematika, dhe vjen keq që ju nuk jeni më rëndësi, por unë do gjej një plan dytë, do mundohem të kontaktoj dhe do i flas gjithë problematikat, sepse ky ekip nuk mund të vazhdojnë të jetë në këtë xhamje. Nuk mund të vazhdojnë, sepse ky ekip nuk e meriton me kanë këtë xhamje, ekipi jonë i Vllaznisë. Ne kena shumë lojtarë nëpër ekipet ndryshme që vinë na mujnë ne këtë Shkodër ose na mujnë nëpër rrafë ku luajnë dhe duhet ne të lobojmë dhe të gjejmë mënyrën bashkë me drejtuesat që të kthehen në Shkodër dhe të japin kontributin e tyre. Nuk asë shkojnë për pagesa më mirë, janë thjesht kushtet. Janë kushtet që ne nuk arrim me plotsu. Dhe vjen keq që ne pretendojmë gjithë Shkodra pretendon për pas ekip Vllaznia voleybollit, por nuk ka vetëm dëshira. Janë shumë faktorë të ndryshme, investime. Këtë di me thonë. Kjo nuk mohet shumë. Nuk mohet shumë. Prandaj ne unë do gjej rastin, ndoshta në moment 2 që do diskutoj bashkë me ju, por tham ta kemi këtë kampionat që
ne të sigurojmë, besoj është e siguruar me një ardhesë në Super League. Besojmë javën tjetër do fillojnë ndeshjet e play-outit. Dhe ndeshja e parë do luhet këtu, dhe ndeshja e dytë në Tiranë, besoj në kategorinë e parë është ekipi i Studentit. Shpresojmë ta mbyllim me sukses dhe të jeni më të qetë. Atë vetëm gjë që mund të qezohet ishte sigurt fitonim sot dhe besoj kampionati jonë aq ishte, por nuk nolli kështu, nuk kam çfarë me thonë, është një mundi sakrificë gjatë që është bërë për këtë ekip, por do mesim kontakt për një intervistë dytë. Ju falenderoj.